Është kremtuar në varrezat e Rrmajit me shashet në përkujtim të vdekurve, teksa besimtarët janë lutur për të afërmit e tyre dhe kanë ndezur qiri. Arqipeshvi i Shkodrës, Monsinjor Giovanni Peragjine, gjatë predikimit të tij tha se duhet ta ndihmojmë dhe ta duam njëri tjetrin. Këtu pushojnë prindrit tanë, gjyshërit, pushojnë miq dhe afërmit që na kanë paraprirë në fe. Është një vend eshtjeje dhe kujtese, por njëkohësisht është edhe një vend shprese. Po, çdo varr, çdo emër i gdhendur tregon një jetë që ka dashur, tregon një jetë që ka vuajtur dhe edhe që ka besuar. Ndërkohë Peragjine ftoi të gjithë besimtarët që të luten për të afërmit e tyre, të cilët nuk jetojnë më. Jemi të ftuar të ripërtërisim besimin ton në ringjallje dhe në jetën e pasosur. Duke kremtuar këtë meshë sonte këtu, jemi të ftuar të ripërtërisim besimin ton që vdekja nuk ka fjalën e fundit. Dhe varret që janë këtu nuk janë shenjat e humbjes, por porta të hapura drejt jetës së mshuar. Fjala varresa, ne themi në shqip varresa, në origjinë është një fjalë greke. Një fjalë greke që do të thotë vendi i pushimit. Nuk është vendi ku gjithçka mbaron, por vendi i pritjes. Ky është shtëpia para që të arrim në shtëpinë e fundit. Është vend kur ata që janë vdekur presin, pushojnë. E ne fakt kur lusim themi pushoft në paqe, pushoft në Zotin, në paqen. Nuk është atër vendi e mbarimit. Të dashurit tanë pushojnë në Krishtin, në pritje të ditës kur gjithçka do të bëhet të re, dhe Zoti do të jetë gjithçka në të gjithë. Varrezat katolike të Rrmajit në Shkodër në këtë fillim muaji i kthehen në qendër pelegrinazhi për banorët e shumtë të qytetit, të cilët nderojnë dhe kujtojnë të afërmit e tyre që nuk jetojnë më.